Ja ku jam, së bashku me ju, për të komentuar pak dashuri, pak xhelozi. Ë, e them dhe një herë, domethënë, kur ta shkruan Zoti, njerëzit vetëm like e bëjnë asgjë tjetër. Edhe të gjesti është ashtu. Po sot tjetri në Instagram këto veç like bëjnë, domethënë, ja ka dhënë Zoti o vëlla, ja ka dhënë Perëndia. Luftoj për atë ditë. Dhe pikërisht kur lufton për qëllimin dhe arrin, luftoj për qëllimin. Qëndroi ditë dhe natë, rrezikoi veten e tij në maksimum, u burgos le të themi 7 muaj, vetëm e vetëm të jetë sot këtu ku është. Dhe nëse lindën pyetja e meriton, jo e meriton, por është super i merituar për këtë që është sot. Por ne shqiptarët e kemi një defekt që e kemi patur historikisht. Ne e kemi zilin, e kemi gjën kryesore. Edhe me thënë, ne ore çdo gjë të pranojmë në botë. Ama kur vije puna te suksesi, këtë nuk ta pranojmë që tokë e qiell bashkohet. Pse nuk ta pranojmë? Sepse e kemi inat vetë ne, ke parasysh, nga që vetë nuk arrim dot, e tash ai ta shajmë në tjetrin, ai ta ofendojmë, ai të gjuajmë fjalë. Dhe këto janë këto negativët që ta shpifin në këtë botën ku ne jetojmë. Gjestit po i shkojnë gjërat më mirë se sa duhet. Tani ju mund të thoni, o ti tiron, po ti si e komenton. Historikisht në këtë punën që kam bërë unë, po bëhen nga 4 vite mo, thjesht kam folë të vërtetën, ndaç për Gjestin, ndaç për Luizin, ndaç për Romeon, ndaç për Kiarën, ndaç për Heidin, ndaç për Ilnisën, ndaç për Meritonin, për të gjitha ato që unë e kam parë që vërtet ja vlen të komentohen, edhe janë njerëz që vërtet kanë peshë dhe janë artistë që duhet vlerësuar për artist. Sepse Gjesti ka shumë botë artisti, ka shumë zemër artisti, ka shumë natyrë artisti, ka lëvizje të çmendura skenike, që do me thënë energjinë e tij nuk mundesh ti ta gjesh tek artistët e tjerë, do të thënë ka lëvizje skenike që të fascionon, të bën që ta duash pafund, dhe buzëqeshja e tij është krejtësisht qershi ambitort e gjithë këtyre fenomeneve të tjera që mbart më vete ky fenomeni. Dhe sot Gjesti është i lumtur. Sot Gjesti ka arritur një qëllim në moshën 25 vjeç, edhe ti që je 40 vjeç aty që komenton kot, që po ri tërë ditën në shtëpi aty, merresh me thashë theme, ti një dështak në jetën tënde, po e ndjek të 25 vjeçarin që ndoqi qëllimin e tij, ndoqi dëshirën e tij të madhe dhe sot ky siguron 15.000 euro një koncert, 10.000 euro një koncert, do të thënë është shëndëruar në biznesmen në moshën 25 vjeç. Për ato të cilët thonë është i pa shkollë, për ato të cilët thonë është fëmijëaç, do të thënë Gjesti ndoshta nuk ka mbaruar universitetin me librat më të fuqishëm botror, por ka mbaruar universitetin e jetës. Universitetin i cili me patjetër që do ta çon në të gjithë rrugët e universiteteve. Djali që sakrifikoi gjithçka për familjen e tij dhe sot është në ngritjen më të bukur të jetës. Unë besoj në një gjë, patjetër që unë besoj në karma, që gjërat kthehen, me patjetër këtë gjë ne besoj, por thjesht faktit besoj dhe në këtë faktin tjetër që njeriu kur është i sinqert me veten, njeriu kur është i sinqert me dëshirën e tij, me pasionin e tij, me ëndrrën e tij për ta bërë realitet, me patjetër që ëndra bëhet realitet me shumë përkushtim, por edhe me shumë djers. E Gjesti derdhi shumë djers në këtë drejtimin. Sot flasim për një artist me plot kuptimin e fjalës, flasim për një menaxhment që po punon në mënyrën më të mirë të bukur, Gjesti po punon edhe projekte të tjera, nuk është i tepërt në tregun muzikor, me sa kam arritur unë ta kuptoj, do me thënë nuk është i shpejt në për projekte, është nga këto artistët që punon sakte pak, nuk është shumë e shpejt, do me thënë nuk teprohet te publiku, këngët e Gjestit gjithmonë brenda atyre kanë një lloj këndimi që është i veçantë për ta analizuar, do me thënë Gjesti ka këndim të dhimbshëm, formën se si ai e interpreton këndimin, vokali i tij, thyerja vokalistike, gërvishtja pak e zërit, që janë këto vokale që në fakt vedhin, janë vokale që kapin viralitet, janë vokale të cilësuar për famë. Zakonisht këngëtarët si Gjesti që ne i kemi pak në tregun ton muzikor, është Albosti në këtë rrugë, do me thënë edhe Albosti këndon po të njëjtën gjë, janë këngë që publikun e kënaqin
janë këngëtarë shumë të pranuar, janë këngëtarë shumë të dashur, nga që mënyra e këndimit të këtyre është një mënyrë që do s'do ta pranon veshi. Thënë të pëlqen ti dhe ti vazhdon dhe e bën replay atë këngën dhe ajo shndrohet në një hit. Dhe Gjesti këtë gjë po e shijon pafund. Nga burime të afërta kam arritur të kuptoj që Gjestit përpos që i shkojnë gjërat shqyqyrzotit le të themi, bukur në muzikë, sinqerisht unë jam i lumtur, unë nuk e bëj këtë gjën për fytyrë, por vërtet jam i lumtur sepse më vjen keq, unë e kam thënë dhe në Big Brother kur ishte, respekte maksimale për Ozan Aradin, por ne duhet të japim hapësirën një artisti të ri, dhe unë vërtet jam shumë i lumtur që Gjesti është këtu ku është, sepse fundin e vet punojmë çdo ditë, mundohemi me të gjithë sakrificat për të arritur atë famën që duam të arrijmë dhe shohim se sa e vështirë është në këtë treg që është treg shumë i egër. Ma besoni, është treg shumë i egër. Dhe thjesht faktit Gjestit po i shkojnë gjërat mirë dhe me Eglin në raportin tjetër, edhe pse unë e kam thënë, janë dy kokfort në një lidhje, dy kokfort në një lidhje është e vështirë të bëjnë, nga që të dy mbajnë inat, që të dy mbajnë mlep, që të dy mbajnë urrejtje, le ta them në thonjza këtë, por në fund të ditës kanë dashurinë. Ato duen brenda shpirtit të tyre dhe të grinden sa të grinden, të mërziten sa të mërziten, nuk ndahen. Këto lloj çifte mund të ndahen deri më sa një partner lodhet ekstremisht edhe nuk duron dot më. Atëherë po, a në këtë raport që është Egli dhe Gjesti, këto e kanë më të bukur, domethënë, energjia e tyre pozitive është momenti kur ato të dy domethënë kanë dhënka mes njëri tjetrit. Doja të them që marrëdhënia Gjesti ka shumë të mira, edhe pse disa thonë që Gjesti po dështon, Gjesti ka rënje në Instagram, Gjesti ka rënje klikime, po të kishte dështuar Gjesti, e din sa klikime janë 1 milion për brenda 24 orësh, janë shumë, nuk janë pak. Do me thënë, futesh TikTok, se ca thonë që i ka bler, hajt futesh TikTok, ku i bleu? Ju jeni dëshmitar të vetë klikimeve si shkuan. Të gjithë shqiptarët atë natë prisnin të nxjerrën Gjesti TikTok. Se çfarë do bënte Gjesti? Do të thënë, thjesht faktit, ai këtë gjë e bën me merit, me punë, me vullnet, me energji të bukur, nuk ndalon, vepron, është 24/7 online. Dhe nëse ti je 24/7 online, duke u munduar që vetëm të punosh, jo që suksesi është i garantuar. Është super i garantuar suksesi në të ardhmen tënde. Dhe kjo gjëja është fakti që Gjesti e arriti me shumë punë. Unë them që ne ta pranojmë realitetin, të mbështesim artistët tanë për atë që janë, të mbështesim për atë që bëjnë dhe t'i duam ashtu siç në skenë janë të pranuar nga publiku. Ne do të takohemi sërish së bashku, ju e dini, duhet të çoni 100.000 subscribera dhe unë do t'ju nxjerr një diçka që ju e prisni pafund.